Ato osteoporoza, një smundje e përhapur, ka të bëjë me rrallimin e kockës, arkitektura e kockës, me kohën fillon të dobësohet. Po është si një smundje e mshefur, për arsye se shpeshherë nuk jep dhimbje, po shkon deri tek fraktura e qafës femurit ose zona pertoranterike në qejf. Një lëndim banal, njerëzim shtëpi edhe çahat po. Ndahet në dy grupe, ajo që është më shpesh te gratë në kohën post menopauzës, edhe osteoporoza senile, që është në pleqeri. Si vjen, të më thonë, shka etiologjia? Po, çrregullimi i hormoneve të gratë, kurse në pleqeri aktiviteti i osteoblasteve bie, edhe kocka fillon të dobësohet. Po, te ne edhe gjatë frakturave, ne vendosim shpeshherë në gips, trajtimin konservativ që e përmendëm pak më herët, po këtu nuk rekomandoj me mbajt gips 2 muaj, ose 3 muaj, për arsye se mos lëvizja e kockës e shtrave, po nyjes, muskujt, çon deri tek osteoponia, eventualisht deri tek osteoporoza. Mund ta shëron kockën, po për shkak mos mobilizimit të hershëm, dëmtohet aktiviteti i kockës. Si me çka trajtohet? Po kjo përsëri ti do ta bësh në fizioterapi sa më herët, me vitamina, sepse jep atë sindromen sudek atrofi, do të thonë. Kalciumi edhe vitamina D ndikojnë. Po D3 gjithsesi do të them, po gjithsesi, kalcium, K2, magnezium, edhe fizioterapia. Njësi të posaçme është sa duhet. Po unë rekomandoj 4000 njësi, unë rekomandoj çdo ditë, po. Çdo ditë 4000.